Një grua dhe një burr të lindur në Iran me shtetësi gjermane u është ndaluar hyrja pasi kanë mbërritur në aeroportin e Rinasit. Top Channel mëson se Afshin Kalantarit bashkë me Soltani Batul i është refuzuar hyrja dhe u është kërkuar kthimi pas në Gjermani. اینجا تیرانا پایتخت آلبانی هست. Ata kanë refuzuar ta bëjnë këtë dhe janë mbajtur 72 orë në aeroport e më pas janë deportuar në Gjermani. Policia e kufirit ka njoftuar drejtorinë e antiterrorit sapo 2 iranianët kanë paraqitur një ftesë nga shoqata Asila, e krijuar për të ndihmuar iranianët që jetojnë në Shqipëri. Rreth kësaj shoqate janë bashkuar ata të cilët kanë dezertuar Mekun. Në ftesë thuhet se Afshin Kalantari dhe Soltani Batul do të merrnin pjesë në një ceremoni të mikut të tyre iranian të ardhur në Shqipëri nga Gjermania. 2 javë më parë, me urdhër të prokurorëve të Spakut, zyrat e Asilas u kontrolluan prej oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimeve. Shoqata Asila është vënë në hetim për lidhje me regjimin e Iranit dhe veprimeve që synojnë cënimin e sigurisë antarëve të Mek të strehuar në vendin tonë. Ndalimi i 2 iranianëve me shtetësi gjermane vjen një javë pas anulimit të samitit vjetor të opozitës iraniane për arsye sigurie pas sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shtetërore. Ky nuk është rasti i parë që nga Shqipëria dëbohen iranian me pasaporta gjermane. Në vitin 2018 policia e shtetit tha se parandaloi një sulm terrorist te kryegjyshata Bektashiane. Iranianët me inicialet FZ 65 vjeç dhe SM 59 vjeç u ndaluan nga shërbimi informativ shtetëror dhe njësia antiterrorit në policinë e shtetit. Ata kishin pasaporta gjermane. Momentin e ndalimit, 2 iranianët ishin duke bërë foto dhe u thanë oficerëve të antiterrorit se ishin gazetarë dhe kishin ardhur me ftesë të kryegjyshatës botërore Bektashiane. Një vit më pas, drejtori atëhershëm i policisë së shtetit, Ardi Veliu, deklaroi se celula terroriste i përkiste njësisë operacioneve të jashtme të forcave Quds, një njësi operacionale konsideruar si klandestine dhe sekrete, e cila është përgjegjëse për planifikimin dhe zbatimin e aktivitetit terrorist jashtë Iranit. Të gjithë iranianët që mbërrin në pikat kufitare hyrëse të Shqipërisë u nënshtrohen kontrolleve të shumëfishta për të zbuluar dhe parandaluar hyrjen e agjentëve të njësisë operacionale sekrete Quds.